Përshëndetje me të dashur. Të ndëgjojmë komandantin e policisë Mitrovicës Veriore, Veton Elshanin, për dezinformuesit tonë, se çka kanë dezinformuar më herët për Bojskën. Shkojnë miq. Besoj që për 24 vjet, për mujë punë që unë i kam policinë në Kosovë, në jetën time profesionale nuk kam pa më shumë informata të rrejshme se sa gjatë kohës që unë jam këtu në veri. Bile pikërisht për shkak për një dezinformatave, ne shumë shpejt që ndoshta edhe nështë një 2-3 ditë nuk e kishim liru Banjskën. Po e kemi liru sa kemi mund më shpejt, me porosin gazetarëve që mos me ilëshu rrugë kryesore, e mos me dalë në përmal, sepse ende nuk e kishim verifiku komplet. Edhe ju e dini që edhe një javë mësane ose 2 javë ne kemi verifikuar dhe tash voni që edhe 5 zolla tjera që u dashëm u verifiku që qytetarët mos më rreziku, po e liru pikërisht për këto. Dezinformatat kanë që kanë qenë shumë të rrezikshme për neve, që qytetarët nuk kanë marrë bukë, jenë me të mana, nuk kanë ujë me pi, edhe tash u dashja ose me liru të Banjskën, ose me i prun ushqimet mana, edhe me i prun kamionat në ushqime mana. Neve më shumë na bëjmë përshtypje ato që na e dim çka po ndodhet, jo ato çka na e dim që janë të vërteta. Besoj që për 24 vjet. A përshënë ju portale hale? A përshënë çfarë domi e keni bo? A përshënë Oceanefa? Me dezinformatë juaja, s'kan almatim, s'kan bëk me hongër, s'kan pusa, s'kan këta, tani dul të ushtria. A përshënë hale? Çfarë domi keni bo? Çfarë mashtrusini? Runa Zomiq, s'kam fjallë, me të vërtet s'kam fjallë miq. Kështu që ju përshëndes, mirë pafshën vizë radhës, jo me të pa tekst.